E lusë Allahun xhaleshanu me shpirt dhe me zemër, Zotit na udhëzoj për tek më e mira. O Zot, udhëzoj zemrat tona. O Allah, pastroj zemrat tona. Ti je i cili më së miri i pastron ato. Udhëzoj zemrat tona për tek e mira, ti je udhëzuesi dhe orientuesi, o Allah. O Allah, na falë dhe na mëshiron, o Zot, ti je më i madh i falës. O Zot, pranoj lutjet tona, ti je pranuesi i lutjeve dhe i pendimeve, ja Allah. O Zot, dalim prej kësaj xhamie me mëkatet falura dhe me lutjet pranuara, ja Allah, dhe me tobet pranuar. O Zot, ty të lutemi, largohet keqen nga zemrat tona, siç largove lindjen nga perëndimi. O Allah, ty të lutemi, ja Allah, bëje dashur fjalën tate, bëje dashur porosin tate, bëje dashur Kur'anin tënd, ja Allah, për zemrat tona, dhe na ndriçon neve jetën, mendjen, zemrën, shpirtin me Kur'anin famlar dhe me mesazhin hyjnor, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na shto dashurinë për njëri tjetrin, na largo urrëtin e smirë nga njëri tjetri. O Allah, ty të lutem, o Zot, neve na bëj njerëz dobishëm, kudo që t'jemi, kudo që t'jetojmë, ja Allah, për vetet tona, për familjet tona, për vendin ton, ja Allah, për komunitetin ton, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah, shëroj plagët tona, shëroj ata cilët janë smur prej nesh. Të lutem, o Zot, na jep zgjidhje ndaj problemeve tona. Sfidat që kemi në jetë, objektivat që kemi në jetë, me fuqinë dhe me suportin tënd, ja Allah, ti arrijmë dhe ti të i kalojmë, ja Allah, ja Rabb. Ti je i cili jep shumë të atyre të cilët luten, ti je i cili pranon lutjet, ja Allah, për ata të cilët luten me sinqeritet dhe me zemër, me shpirt. O Allah, na përfshin mëshirën tënde të madhe, ja Rabbi, ja Rabbi.